se po më flisje pak për Italinë edhe për çmimet e Italisë për mjaltin e mares, po doja të dija, shkon mjalti i Shqipërisë jashtë vendit? Po shkoj, unë çdo vit dërgoj në Itali, por jo për italian, normalisht për shqiptarë që jetojnë në Itali, bëjnë porosi në muaj ngusht, më marrin telefon ose më dërgojnë mesazhe që bëjnë porosi për mjaltin e mares. Dhe sa vjen dhe shtohet më shumë kërkesa, sepse kush e njeh mjaltin e mares nuk i ndahet domethënë. Janë disa mjalte që janë shumë kryesor, që janë shumë kurus, është mjalti i mares dhe mjalti i lisit, i shrebelit, etj. Por mjalti i mares dhe mjalti i lisit janë më kryesorët në botë, që janë më të shiturit dhe më të kërkuarit. Unë do doja të flisja pak në fakt dhe për qumshtin e bletës. Shumë interesante më duket, nuk e di fare procesin dhe asgjë rreth këtij qumshti. Mund të më flasësh dhe më tregosh më shumë? Atëherë qumshti i bletës nxirret në muajt nga 20 prilli deri në 20 qershor. Gati 2 muaj është prodhimi i tij. Dhe për qumshtin e bletës kemi shumë kërkesa, kemi shumë çdo vit më shumë shtojmë prodhimin, shtojmë edhe kërkesat. Me qumshtin e bletës jemi gati në limit, mund të themi jemi afër kërkesave, nuk është se kemi më shumë nga sa kërkohet. Ndërsa për mjaltin që thash, mjaltin jemi në minus, kuptimin që shumë pak përballojmë krahasim me kërkesat. Qumshtin e bletës e keni filluar që prej hapjes së fermës? Apo është dashur pak kohë? Qumshi është vonë, ka filluar rreth kemi 5 apo 7 vjet që kemi qumësh blete. Sepse nuk ishit në diani apo sepse nuk mund ta prodhonit? Po dhe nuk kishim aparaturat e duhura, nuk kishim informacionet e duhura për nxjerrjen. Po në raport me çmimin? Sa është si ndryshon qumshti i bletës me mjaltin e mares për shembull? Qumshi është sasia, domethënë, sepse qumshi i bletës është me mililitër. Ndërsa mjalti shitet me kilogram normalisht. Po, si përdoret alkes qumshti i bletës? Atëherë, ne kur japim qumshin e bletës, japim edhe mënyrën e përdorimit të qumshit dhe ndahet në bazë të moshës dhe të kilograme që ka personi. Por ne përgjithësi ndahet për qumësh për fëmijë dhe qumësh për të rritur, dozën për fëmijë dhe për të rritur. Për fëmijë varion është 1 shiring, 10 ml, që përdoret 0,5 çdo ditë, ndërsa për të rritur 3 shiringa, që përdoret 1 ditë, 1 ml në ditë. Zakonisht përdoret në këtë mënyrë, mbaron shiringa e parë, pastaj e dyta, pastaj në fund fare e treta. Dhe bëhet pak pushim midis tyre për të lënë pak trupin për të rigjeneruar, për të dhënë efektin e tij. Si merret qumshti i bletës? Qumshti i bletës merret çdo mëngjes, një gjysmore para buke. Dhe personi duhet ta marrë përgjithsisht në një kohë që është kohë e freskët, zakonisht preferohet muaji maj, qershor, dhe pastaj në vjesht, shtator, tetor derisa vjen viti pasardhës. Këshillohet të përdoret 1 vit e gjysmë nga prodhimi, domethënë. Në rast se prodhohet sot, duhet të rish 1 vit e gjysmë deri kaq, pastaj më vonë efekti i tij fillon të bie, nuk është me si më parë. Alkes, ne folëm pak para dhe bashk, po edhe kam dëgjuar shumë për mjaltin lofatës. Po. Di që prodhohet vetëm në Zhapokik. Po. Në fakt në vendet ku ka lofat. Por këtu duke qenë se është një vend që ka shumë lofata, mund të jenë me mira, mbi 5000 rrejnë lofata që janë në gjithë fshatin, dhe po të vish në prill këtu, i gjithë fshati është vetëm roz, i gjithë. Pra është ngjyrë roz, i gjithë fshati. Zakonisht ne mjalt lofate kemi marrë shumë rrallë, fakt. Kemi marrë çdo 5 vjet, çdo 6 vjet, sepse siç thash pak më parë, duhet të kesh bletë të forta, që në prill zakonisht nuk është se janë të rralla që janë të forta. Po kur thua bletë të forta, çfarë nën kupton? Sasi, numër? Numri i bletëve në koshere. Duhet të jetë bletat jetë në katë, 2 katëshe, të ketë arritur maksimumin e mundshëm. Dhe normalisht duke qenë se nuk është bleta e fortë, dhe kushtet nuk është gjithmonë të jetë diell, nuk marrim gjithmonë mjalt lofate. Është një mjalt shumë kurativ, një mjalt me ngjyrë të errët, do ta demonstroj pak më vonë sepse kam marrë edhe një vazo në makinë. Është një mjalt shumë kurues. Ne nga përvoja që kemi neve është i mirë për fytin, për grykut. Fëmijët, kemi shumë klientë që marrin për fëmijët, vetëm për fëmijët për grykut gjatë dimrit. Në rast të fytit të acaruar, mjafton të marrësh një lugë me mjalt lofate dhe duket sikur ke pirë ilaçin më të fortë, ilaçin më të mirë. Aq efektive është për grykut, për fytin. Më the pak më parë që unë kam qenë një djalë, i ri e akoma, po më i ri se tani, me shumë ëndra dhe kisha dhe mundësinë të largohesha nga Shqipëria pas e bëra. Mund të më thuash pse? Po, në fakt, e dua shumë vendin tim, e dua shumë Shqipërinë. Unë kam shumë vite që jam kthyer në fshat, sepse që dini, unë jetoj në Berat në fakt. Aty kam edhe punën që punoj. Por për disa vitesh jam kthyer këtu dhe kam shtuar më tepër letarinë, kam filluar të prodhoj uthull, mollë egër, dhe kemi akoma më shumë ëndra për
të berë, inshallah t'i realizojmë. Pra përveç mjaltit, ufulla është një tjetër prodhim i këtij vendi. Po, uthull me mollë tegra. Vetëm me mollë tegra. Mollë tegra. Mollë tegra është një mollë e cila rritet në mënyrë të natyrshme në pyll, që normalisht nuk ka asnjë lloj kimikati, nuk ka asnjë lloj përdorimit të ilaçeve. Dhe nxjerr një nga uthullat më të mira në botë, domethënë. Uthulla e mollës tegre është uthula më e mirë, nuk ka mbi uthullën e mollës tegre. Fillimisht kemi pasur pak problem tregtimin, sepse duke qenë që na njohin si familje mjalti, edhe nuk është se jemi njohur për uthullën, edhe fillimisht kemi pasur. Por tani me kalimin e kohës kemi filluar të shtohen klientët dhe shpresojmë të bëjmë diçka më serioze, diçka një mini punishte në të ardhmen. Për çfarë shërben më shumë uthulla? Uthulla përdoret për shumë gjëra, por mund të themi për diabetin është. Ul gliceminë në gjak dhe kolesterolin, që është më kryesore. Pastaj edhe përdorin për dieta për dobësim, gjithmonë duke mbajtur pak në rregull të pjesën e ushqyerjes, sepse në rast se do hash ushqim pafund, uthulla nuk ka çfarë të bën as lloj ushqimi tjetër. Më the, folëm edhe për fillimin, po unë nuk të prezantova ty si mësues italisht, edhe pse kjo është puna që ti bën. Edhe doja të dija përveç punës që bën edhe bletëritjes, po çfarë sfidash ke kaluar ti për këtë biznes? Ne në fakt më tepër kemi pasur pjesën e rrugës pa asfalt. Siç e pata ju gjatë rrugës, rruga ka qenë e tmerrshme. Kemi 20 vjet që bëjmë gati 50 herë në vit nga Berati në fshat dhe ka qenë e bëjmë për 2 orë. 2 orë ardhje, 2 orë prapë që kthehemi prapë në shtëpi. Kjo ka qenë sfida më e madhe thënë. Por tani duke filluar me asfaltimin e rrugës, po bëhet diçka më e thjeshtë dhe mendojmë që vitin që vjen 26-ën të jetë gjithçka në rregull. Pastaj pjesë tjetër kemi pjesën e sëmundjeve të bletës. Varroa është një sëmundje që na ka bërë goxha deme, mund të themi. Ka pasur vite që kemi pasur na është përgjysmor parku i bletëve, edhe këtë vit patëm goxha humbje nga varroa. Por që jemi munduar me antilaçeve organike që ta përballojmë, domethënë. Këtë vit shqyrë jemi mirë. Ka ndonjë insekt e lufton e ngacmon, nuk e le të bëj prodhimin siç duhet, shkon te lule që bleta shkon ndoshta në të ditë? Ka, është brumulli në fakt që e sulmon, por realisht nuk janë insektet ata që dëmtojnë bletën. Janë sëmundjet. Është varroa, është armiku kryesor i bletës. Edhe ne kemi kalendarin e kurimit të bletëve. Gjithmonë përdorim ilaçe organike që mos të lënë mbetjen e mjaltit, sepse kur flasim për mjaltin cilësor, zakonisht njerëzit kanë përshtypjen që mjalti cilësor është vetëm mjalti ka sheqer apo nuk ka sheqer, vetëm kjo është kryesorja. Por përveç saj që është normalisht është kryesore, më kryesore është ilaçi kurimi, sepse në rast se nuk është organik ilaçi, lën mbetjen e mjalt. Normalisht mbetja është kancerogjene dhe nuk është e mirë për njeriu. Po përveç sheqerit edhe kësaj që më the, ka disa pika tjera që e dallojnë një mjalt të mirë nga një mjalt më pak i mirë se mjalt. Përgjithsisht mjalti ngrin dimër. Themi kristalizohet në gjuhën shkencore, por që nuk mund të themi eksaktësisht, domethënë nuk mund ta dallojmë eksaktësisht. Ngrin ndimër mjalti, por ka disa mjalte që nuk ngrin. Dhe kjo është normale që nuk ngrin. Për shembull, mjalti lofatit nuk ngrin ndimër. Ne kemi marrë vjet mjaltin e parë, kemi mjalt lofat e vjet dhe nuk ngrin mjalt lofatës, domethënë. Pavarësisht se është shumë i mirë, po prapë nuk ngrin. Por disa njerëz domethënë keq kuptojnë, domethënë, duke parë që mjalti nuk ngrin, thonë që ky ka ndonjë hile që nuk ka ngrirë. Por realisht mjalti lisit, mjalti lofatës, çfarë janë mjaltet që prodhohen në pyll, jo nga nektari, nuk ngrin. Kjo ndodh për shkak të glukozit, sepse ka glukozë të ulët. Një mjalt nëse ka glukozë të ulët, nuk ngrin. Duke pasur kjo është faktor kryesor. Ka dhe një gjë, duke qenë glukozë i ulët është një mjalt gjithëpërfshirës, do të thënë, një mjalt që përdorin njerëzit normal, përdorin njerëzit që kanë diabet, nuk ndikon fare te sheqeri, do të thënë. Për shembull, folëm pak më parë për maren. Mjaltin e marrës mund ta konsumojnë gjithë diabetikët. Nuk i arrit fare sheqeri i gjak, është shumë normal. Po, për shembull, çfarë e dallon një mjalt i një lule me një lule tjetër? Ja, për shembull, po shoh disa lule këtu, nuk e di nëse në të gjitha lulet merret mjalt. Ky është tërfili. Tërfili, ky këtu i bardhë. Ky është mund të themi mizotrus, te mjalti i jon shumë lulësh, sepse në mjaltin kryesor kemi shumë lulëshin. Shumë lulëshin. Do vjet fjala që përfshin gjitha lulet e muajit maj qershor. Dhe kryesore kemi tërfilin këtu. Në tërfili është gati 70% të gjithë fshatet është tërfil. Po shikosh patet e rrugës, gjithë rrugët, gjithë natyra këtu është vetëm me tërfil. Edhe
për shembull, ne që merrem me këtë punë, për shembull, e kuptojmë kur marrim shumë lulçin, themi që këtë vit është mizotrus trëfili, apo është nga aroma, nga ngjyra, nga shija, nga aroma, për shembull, trëfili ka një aromë tjetër. Kur e hap vazon e mjaltit trëfilit ka një aromë, për shembull, që ne që kemi kohë e njohim më një herë, domethënë. Ca mjalti shërbelit kur ka shumë shërbel, mjalti ka shumë nektar shërbelit, ka aromë më të rëndë, është më fortë se trëfili.